Ngjarja e rëndë ndodhur brenda burgut të sigurisë së lartë në Greqi po hetohet sërish nga autoritetet greke pas daljes në patë e elementeve të rinj që vënë në dyshim skenarin fillestar të krimit. Fillimisht, përgjegjësia për vrasjen e Jani Aliajt u mor përsipër nga një i burgosur grek, i cili u veturzua duke deklaruar se ishte autori. Megjithatë, nga verifikimet e kryera, rezulton se në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja përleshjeje, ndërsa i vetmi person i plagosur gjatë incidentit ishte një tjetër i dënuar, Giuliano Halili, 44 vjeç, shtetas shqiptar, i cili vuante nga dënimin në të njëjtin sektor dhe në qeli pranë viktimës. Ky fakt ka ngritur dyshime të forta për përfshirjen e tij direkte në krim. Burimet hetimore bëjnë me dije se edhe brenda ambientit të burgut që në orët e para pas ngjarjes është përfolur se Halili mund të jetë autori i vërtet, ndërsa i burgosur i grek dyshohet se është detyruar ose stimuluar për të marrë mbi vete fajin. Këto informacione kanë shtyrë policinë greke të thellojnë hetimin dhe të rishikojnë dëshmitë dhe provat e mbledhura. Ndërkohë, viktima Jani Aliaj ishte përmendur ndër vite në disa dosje hetimore si personi dyshuar në lidhje me përplasje në botën e krimit në Greqi, ndonse këto dyshime nuk u konfirmuan asnjëherë zyrtarisht. Nga ana tjetër, Giuliano Halili, i njohur edhe me Nov Koniko, konsiderohet nga autoritetet si një prej personazheve më të rrezikshëm të krimit organizuar në vend. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm për disa vrasje të kryera me pagesë, ndërsa emri i tij lidhet me ngjarje të rënda kriminale edhe brenda ambienteve të burgut. Vetëm pak muaj më parë, në qershor të vitit 2024, ai dyshohet se ishte i përfshirë në një tjetër vrasje brenda të njëjtit institucion, ku mbeti i vrarë një i dënuar dhe u plagos një tjetër. Autoritetet greke vjojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e vrasjes së Jani Aliajt dhe për të përcaktuar përfundimisht autorin e krimit.